Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup Angela Aguilar është ndër diplomatët e karrierës që është tërhequr nga detyra si pjesë e vendimit të fundit të presidentit Donald Trump, i cili përfshiu ndryshimin e ambasadorëve në rreth 30 shtete. Këtë e kanë konfirmuar përmian nga ambasada e SBA-s në Shkup, nga ku shtojnë se ambasada do të vazhdojë të funksionojë normalisht gjatë procesit të tranzicionit. Jemi thellësisht mirënjohës ndaj ambasadores Aguilar për shërbimin e saj në Maqedoninë e Veriut gjatë 3 viteve të fundit dhe jemi të përkushtuar për të siguruar një tranzicion të qetë dhe efektiv që do të japë prioritet misionit të SBA-ve dhe marrëdhënieve tona diplomatike. Administrata e presidentit të SBA-s Donald Trump po zëvendëson 30 diplomatë të karrierës nga pozita ambasadorësh dhe postet e tjera në ambasada. Departamenti i Shtetit njoftoi se bëhet fjalë për një proces standard në çdo administratë. Siç u theksua, ambasadori është përfaqësues personal i presidentit dhe është e drejtë e presidentit të sigurojë që në këto vende të ketë individ që promovojnë agjendën e tij Amerika e para. Mos e shumti nga këto ndryshime është prekur Afrika, në vendin e dytë është Azia, me ndryshime të ambasadorëve në 6 vende, ndërsa në Europë ndryshimet do të ketë në Armeni, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Slovaki.